Me rritjen e temperaturave të këtij fundmuaji, në Bregdet po rritet me intensitet dhe numri pushuesve që përzgjedhin të pushojnë Bregdetin Durrësak. Ata janë të shumtë këtë fillimjavë, vendas dhe të ardhur nga të gjitha rrethet, po ashtu dhe bashkëdhetarë nga të gjitha territoret shqipforse të Ballkanit, si dhe turistë të shumtë italian, francez, anglez, polak, ukrainës. E veçantë është që këtë ditë kanë filluar të vinë dhe turistë nga Greqia. Rreth 120 të tillë janë akomoduar në Durrës në resortin Fafa. Këtë fillim jave, kudo në plazh, vihet re një atmosferë ngrohtësie që ka mbushur Bregdetin dhe lokalet e plazhit me pushues. Janë ende ditët e para të sezonit, por drejt plazhit kanë rrendur pushues të gjitha moshave. Më të privilegjuarit ndjehen fëmijët që e gjejnë veten kudo, mes dallgëve të buta përkthelse, ashtu edhe në breg kur ëra e lagur u ofron mjedis të veçantë për të skulpturuar çfarëdo gjë që dëshirojnë me fantazinë e tyre fëmijërore. Koha e ngrohtë me temperatura në rritje u ofron familjarëve kënaqësinë e det dhe relaks, ndërsa puhitë e detit ju bëjnë ditën pushuesve edhe më të këndshme. Lokalet në buzë të rërës janë mbipopulluar, sidomos ato me tenda, ku era e freskët shijon më shumë se në mjediset e mbyllura. Ndërkohë rrugët e zonës së plazhit, lagjën 13, nga fluksi i mjeteve, fillojnë dhe mingarkohen, duke sjellë vështirësitë e para të njohura për trafikun.